Allah ju ndërruf gjithë dhe tine, vlezrit panur, gjithashtu edhe Allahun Fatmirin për shtesën, Allah shpërbleft. Edhe herave tjera, kër ju në kyç me kamer, po për momentin, ashtu edhe e kam pak situatën këtu, në deshat kyçën këtë herë pa kamer. Inshallah Allah zë gjellë në mësën edhe herave tjera më kyç, e do jemi me kamer s'ka shumë të para jush. Inshallah, Allah ju ndërruf për mirë kuptim. Amin, Hoxha, ashtu edhe juve. Hoxha të fadal, fjala është për tyje, bërëm, Hoxha. Allah shpërbleft. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Falendrojmë Allahun të bareke wa ta'ala, salavatat ja përcjelli Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dashur, fillimisht ju përshëndes gjithëve me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të nderuam, ashtu edhe siç ju kemi informuar që inshallah do t'jemi këtu pranë jush dhe do ta mbajmë një temë që është shumë e rëndësishme, sidomos në kohën sot që po e jetojmë. Ka shumë pyetje që na drejtohen edhe kjo më ka shtyr mu me mbajt këtë temë para jush. Për shkak se shumë njerëz na drejtohen duke na thënë jemi të sprovuar me njerëz të cilët na bojnë zullum, na bojnë padrejtësi në vazhdimsi, dhe kur ndalemi andën tjetër dhe shikojmë bashkë ata që na kanë bërë zullum, na kanë bërë padrejtësi, e kanë gjendjen shumë të mirë. Ndërsa ne që na u ka bërë zullum dhe na u ka bërë padrejtësi, ndoshta jemi duke kalu momente dhe çaste të vështira. Dhe në këtë rast na u kanë drejtu dhe na kanë pyet pse Allahu Azza wa Jalla ata nuk i dënon, kur Allahu Azza wa Jalla është i drejtë. Allahu te bareke ve teala nuk i ban zullum askujt. Ndërsa anën tjetër njerëzit na bojnë zullum, na bojnë padrejtësi, dhe ata që na bojnë zullum kënaqen, neve që na bëhet zullumi na kalojmë në përvështirësi dhe i shohmi ata që nuk marrin dënimin e merituar nga Allah te bareke ve teala. Për këtë arsye, duke pas parasysh se kjo është prezente në mesin tonë dhe duke u munduar nga ana jonë që njerëzit ja u largojnë mendimin e keq për Allahun Azza wa Jall, me mendu se pse Allah s'pi dënon ata, ndoshta është Allahu i drejtë, a kupton, me fillu shejtani me lut me mendimet e tyre. Unë e kam përgjigjur këtë temë që tregojmë se Allahu Azza wa Jall punon me urtësi. Nuk punon Allahu Azza wa Jall me emocione. Nuk punon Allahu Azza wa Jall se ti po ki qef, Allahu t'i dënoi e tash edhe Allah me njëherë me i dënu. Allahu Azza wa Jall e ka urtësinë e tij, kaderin e tij, dhe normale se punon me kader, punon me urtësi dhe çdo gjëjes në kohën e vet ja dhuron atë për çfarë është meritor. Ulemat, dietarët, kur kanë folur mbi këtë çështje, kanë thënë se Allahu Azza wa Jall me zullumqarin apo me njeriu i cili u bën padrejtësi njerëzve të tjerë, ja mundëson që këtyre njerëzve të kalojnë për disa etapa. Allah te bareke ve teala merret me këta njerëz zullumqar në disa etapa, apo njeriu zullumqar kalon në disa etapa në raport me Allahun te bareke ve teala. Njeriu i cili është i padrejt dhe është zullumqar dhe ju ban padrejtësi njerëzve, ju hyn në hak njerëzve, ju ban zullum njerëzve, Allahu Azza wa Jall këtyre lloj njerëzve në fillimet e para kur këta hyn në këtë padrejtësi, Allah te bareke ve teala i afatizon dhe nuk dëshiron që t'i dënon më njëherë. Në momentin që dikush ban zullum, Allahu Dhul Jalal nuk e dënon më njëherë, po në fillim e afatizon, jep mundësi
që ai të kthehet nga ai veprim që e ka bë. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famëlar tha: "Wa umli lahum inna kaydi matin." Unë do t'u azgjas afatin atyre zullumqarëve, atyre të cilët ju bëjmë padrejtësi. Fillimisht padrejtësi vetvetes tyre, padrejtësia Allahut Azza wa Jall në mos kryerjen e ibadeteve dhe bërjen e mëkateve dhe gjithashtu padrejtësi dhe zullume që ajo bën njerëzve. Allahu Azza wa Jall tha në momentin që bin këta në këtë padrejtësi dhe në këtë zullum, na atyre ja japim një afatizim. Allah te bareke ve teala tha, mirë po le ta din se dënimi jo në shumë i ashpër. Le ta din, ama ne pi afatizojmë në mënyrë që Allahu te bareke ve teala t'ja jep atyre afatin që ata të pendohen dhe të kthehen. Ata të pendohen dhe të kthehen nga ajo padrejtësi dhe nga ai zullum. Dhe ka njerëz të cilët kanë bo padrejtësi dhe kanë bo zullume, mirë po me njëherë kanë kuptu se kjo vepër nuk është e mirë që e kanë bo dhe janë kthy mbrapa me njëherë. Qoftë me pendim tek Allahu Azza wa Jall, por edhe me kërkim falje ndaj robit të cilën robit Allahu Azza wa Jall të cilët i ka bo padrejtësi. Edhe këta Allahu Azza wa Jall ja pranon pendimin nëse edhe robi Allahu Azza wa Jall ja fal dhe ja ban halal për shkak padrejtësisë që ka bo ati. Mirë po nëse njeriu Allah Azza wa Jall afatizon atë, mirë po ky ende vazhdon me zullum, vazhdon me padrejtësi vazhdimisht dhe nuk ndalet dhe nuk i thirr mendjes dhe nuk vetdisohet se kjo nuk është e mirë, atëherë ai hala vazhdon me padrejtësi dhe zullume ndaj njerëzve, Allahu Azza wa Jall atëherë kalon në fazën e dytë. Cila është faza e dytë? Faza e dytë, kanë thënë ulemat, është për shkallëzimin e mashtrim. Do me thonë, kur njeriu Allahu e afatizoi, ai hala vazhdon me ato padrejtësit ndaj njerëzve, atëherë Allahu Azza wa Jall e dërgon në një shkallë edhe më të ulët të mashtrimit. Cila është ajo? Allahu Azza wa Jall tha në Kur'an: "Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun." Edhe ne do t'i shpijem apo do t'i drejtojmë këta zullumqarët drejt shkatërimit gradualisht pa kuptuar ato se janë duke u shkatëruar. Kanë thënë dietarët si ndodh kjo? Thot Abdul Razak El Bedr, muhaddithi Medinës, kur e lexon këtë ajet, thot kanë thënë disa nga selefi, nga gjeneratat e para, thot Allahu Azza wa Jall me këtë ajet që ju drejtojt zullumqarëve duke thënë se ju nuk po nalnu me zullumin e juve, na tash kena mi ju drejtu drejt një përshkallëzimin e mashtrim, thot ka për qëllim çdo herë kur e bani zullum, çdo herë kur e bani mëkat, Allahu ja çon të mirë. Ai e ban zullumin, Allahu ja çon të mirë. Ai e ban mëkatin, Allahu ja hap rrugët. Ai vazhdon me zullumin ndaj njerëzve, Allah fillon t'ja lehtësu rrugtimin e suksesit. Deri sa kyt mendoje të bëhet vetë mashtrues, ta mashtroj vetveten e tij dhe të mendoje se unë jam të bo mirë. Unë jam duke bo mirë, edhe pastaj do me thonë këtë fazë fillon istidragji, fillon ngritja e këtij personit. Kanë thënë dietarët islam, istidragji nuk është që Allahu Azza wa Jall e begaton dikan dhe ai është në rrugën e drejtë. Përkundrazi, Allahu jep të mira me ngrit sa më lart, që kur ta dërgon drejt tokës me shkatru me një shkatrim që as ai nuk e ka mendu se do t'i vinje ai shkatrimi. Për këtë arsye kanë thënë ulemat, nëse të ndodh që e ban ndonjë mëkat apo e ban ndonjë padrejtësi dikun apo ndonjë zullum, edhe të hapën rrugë të mira, të vjen ndonjë e mirë, të lehtësohen çështjet, thot biri vetës mas se je katastrofë. Sepse Allahu Azza wa Jall po të ngrit duke e llogariti vetveten tonë si lloj mashtrimi, duke menduar se unë jam mirë, kështu që unë bëj zullum, ama knejna më vin të mirat që nuk kupton se ai e meriton. Ai e meriton me ja bë zullumin. Për këtë arsye Allah po më begaton, unë ati ja bëj kështu, Allahu më jep të mira. E për këtë arsye kanë thënë ulemat, nëse pas mëkatit, pas padrejtësive, pas zullumeve, ty e të vinë të mirat, ka thonë ti je me një rrezik shumë të madh.
Ti je në fazën e dytë, ku Allahu është duke dërgu deri tek faza e fundit finale, ku pastaj vjet dënimi i Allahut Azza wa Jall. Mirë po thot, nëse ndodh që ti e ban ndonjë mëkat apo e ban ndonjë padrejtësi dikun, dhe pastaj të vjen ndonjë bela, ndonjë sprov, thot apet kjo është më e mirë. Se mundet kjo me ta shpagu ata çka e ke ba, edhe me të vetëdisu më kthy drejt rrugës Allahut Azza wa Jall. Më e rëndë është ti me bo mëkate, me bo padrejtësia edhe me tarë të mirët. Sesa me bo ndonjë mëkat e me tarë pastaj ndonjë sprov, ndonjë bela. Se ndoshta ajo ty jetë pastron nga mëkati edhe të vetëdison me kuptu gabimin që e ke bo dhe më kthy drejt rrugës Allahut te bareke ve taala. Kjo faza e dytë që kalon zullumçari. Kjo është faza, sidomos sot, shumë ka prej njerëzve të cilët bojnë zullume dhe bojnë padrejtësi dhe të njëjtën kohë i kanë punë shumë mirë. I kanë punë shumë mirë e që kjo i ka mashtru ata që ata hala me vazhdu me padrejtësi. Hala me vazhdu me zullume duke mendu se janë në rrugë drejt. E kjo është vetëm një afatizim dhe një argument nga ana Allahut Azza wa Jall se ti je duke shku drejt rrugës së dënimit nga Allahu Azza wa Jall, Allahu na ruajt. Faza e tretë, kanë thonë ulemat kur kanë folur mbi këtë çështje, kanë thënë Allahu te bareke ve taala kur këta persona vazhdojnë hala me zullume edhe te faza e dytë te istidraxhi, ju bojnë zullum njerëzve dhe i vinë të mirë dhe i hapën rrugë të hajrit, edhe ky tash e mendon këta si begati për veti dhe mendon si fuqi për veten e tij dhe vazhdon hala me zullume dhe padrejtësi me ju bojnë njerëzve. Thot atëherë Allahu Azza wa Jalla përmend në Kur'an dhe thot fezayyana lahumush shaytanu a'malahum. Atëherë thot djalli shejtani ju vjen këtyre lloj personave dhe ja u zbukuron veprat e tyre që ata janë duke i bërë. Tash deri më herët kjo ajo faza që njeriu për shembull kur bëj padrejtësi e kupton se kjo nuk është e mirë. Mirë po duke bo padrejtësi, duke bo zullume, duke bo mëkate, vazhdon pastaj zemra e tij mu adaptu me ato veprime. Derisa ai nuk pendohet dhe vazhdon hala, Allahu Azza wa Jall pastaj si dënim në çdo mëkat që ai e ban, çdo padrejtësi, çdo zullum që ai e ban, Allahu ja jep një të mirë, e ky hala më shumë thellohet në ato padrejtësia, derisa pastaj Allahu Azza wa Jall ja dërgon një shejtan që ja zbukuron atij veprat e këqija që ai i ban. Dhe në këtë rast, ky njeri, në këtë fazë, zemra e këtij zullumçari ngurtësohet dhe i shet këqijat si të mira. Allahu na ruajt. Veprat e tij të padrejta i shet si të arsyetuara dhe të nevojshme për të arritur çdo lloj qëllimi që ai e ka bën në jetë. Për këtë arsye kjo është një fazë ndër fazat më të rënda. Kur e ka përmendur dhe Ibn Qayyim rahimahullahu taala dhe shumë prej ulemave kanë thonë prej argumentit që njeriu ju ka ngurtësu zemra dhe sa ai është largu nga Allahu Azza wa Jall dhe sa Allahu te bareke ve taala është i hidhur ta, thot është kur njeriu i shef veprat e tij të këqija si të mira. Dhe veprat e tij të mira që i ka bën ndoshta dikur, sot i shef si të rënda dhe i shef si të neveritura dhe i shef se nuk ja vlen mi bën ato vepra. Ndoshta dikur ti e ka një prej vepërmirëve, njëri prej atyre të cilët i e kanë që ju ke nështruar Allahut Azza wa Jall, mirë po me kalimin e kohës fillon me mëkate dhe fillon me padrejtësi dhe zullume ndaj të tjerëve në çdo lloj forme, se zullumet nuk janë vetëm uqu me mbyt dikan. Zullumet janë kur njeriu në ofendon. Zullum është kur njeriu të hyn hak diçka në pasurinë e tij. Zullum është kur me gjuhën tënde prek nderin e dikujt pa të drejtë. Zullum është kur ti domethënë flet me dikan për dikan tjetër pa drejtësisht. Shpif ndaj dikujt pa drejtësisht. Rren për dikan. Këtë këto janë padrejtësia dhe zullumet që t'ja ke bën. Dhe koka e gjitha këtyre është njeriu kur i ban dikujt zullum edhe me gjuhën e tij, po edhe fizikisht duke e dëmtuar ata qoftë në familjen e tij, qoftë në trupin e tij, qoftë në shtëpinë e tij. Kategoritë dhe llojet e zullumeve janë të ndryshme. Ulemat krejt i kanë përmbledhur në këto 4 faza që do t'i përmendim inshallah. Për këtë arsye,
njeriu kur vazhdon me zullume dhe padrejtësi, duke menduar tash në fazën e tretë se është duke bo mirë, këtu Allah Azza wa Jall vetëm se ja ka ngurësu zemrën e tij, edhe ky person është duke shkuar drejt shkatrimit, ku Allah Tebareke ve Teala tani vetëm se do ta lëshon edhe dënimin e tij. Kur personi kalon në këto faza dhe ende nuk vetëdijsohet, ende nuk kthehet me pendim tek Allahu Azza wa Jall, edhe me kërkim falje ndaj njerëzve, dhe kalon edhe faza e tretë, atëra kanë thënë dietarët islam, nëse ky person më nuk kthehet tek Allahu Azza wa Jall dhe kalojnë krejt këtë faza, thot vje faza e fundit, faza e dënimit. Atëra Allahu Azza wa Jall përmendi në Kur'an dhe tha: "Falamma nasu ma dhukiru bih, fatahna alayhim abwaba kulli shay, hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun." Tha Allahu Dhul Jalal, tha kur ata na harruan neve dhe i harruan argumentet që ne ja u sjellëm atyre. Cilat janë argumentet? Argumentet janë mos bëni padrejtësi, argumentet janë mos i bëni zullum njerëzve, argumentet janë sillnu mirë me njerëzit, folnu njerëzve fjalë të mira, banu me edep dhe edukat me njerëzit, mos juni në hake njerëzve. Këta i mbyllën syt në këtë çështje, dhe Allahu Azza wa Jall tha kur i mbyllën syt dhe na e kthyn shpinën, tha na nuk janë shumë më njëherë dënimin atyre. Po tha fatahna alayhim abwaba kulli shay. Në çet gjendje tha që ata ishin gjendjen e kulmit mëkateve, të kulmit zullumit, tha ne atyre ja u hapëm dyert të çdo të mire. Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Ja kina hap dyert të çdo të mire. Sa që ai me mendu mëse nuk ka më të fuqishëm se une, nuk ka më të fortë se une. Une jam këtu dhe une jam gjendje mi u bo padrejtësi dhe zullum me njerëzve dhe s'ka kush që më hakmerët muhe. Nuk ka forcë që më del përballë muhe. Ku të arrije në këtë drejgje, në këtë shkallë, Allahu Azza wa Jall përmend këtë ajet dhe po e citon në mënyrë shumë të bukur dhe po e përmend se si shkon faza më deri ku t'i vijë dënimi që edhe ai më nuk ka fjalë penduse drejt Allahut Azza wa Jall që me mendu se Allahu Tebareke ve Teala bëni zullum se unë po ta mundsi mu pendu. S'ka, i ke kalu më të në kufint. Për këtë Allah Azza wa Jall tha, fatahna alayhim abwaba kulli shay. Ja hapim atyre dyert të çdo të mire, hatta idha farihu bima utu. Derisa ata më kënaqen me atë që Allah Azza wa Jall ja ka dhuru. Bashkë shijojnë ato të mira që Allahu Tebareke ve Teala ja u ka dhuru, thot Allahu Azza wa Jall akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun. E ne thot në çet gjendje kur ata mo janë të kënaqur me atë që ju kemi dhuru dhe e mendojnë veten të paarritshëm, e mendojnë veten të paprekshëm, e mendojnë se nuk ka fuqi kush ju del përballë atyre, thot ne që tu i kapim pa prit mas. I kapmi të shmethon në shkujdesje. Baghtatan, kur ata do me thonë janë të hutum dhe e kanë një vetë besim shumë të madh se si ndodh asgjë, Allah Azza wa Jall thot çatëherë na i kapmi ata. Na i kapmi atëherë, çka nën kupton i kapmi, thot ju vjet dënimi nga ana e Allah Tebareke ve Teala në fund dhe nuk ka kush që e ndal dënimin e Allah Azza wa Jall në këtë fazë. Kanë thot dietarët islam, kjo është urësia Allah Tebareke ve Teala. Kjo është urësia që Allahu Dhul Jalal nuk punon me emocione. Për shkak se po të punonte me emocione dhe po të gjykonte njerëzit me emocione, atëherë në këtë rast, për shembull kur njeriu i bën padrejtësi dikujt, Allahu Azza wa Jall më një herë atij i vjen me dënim, atëherë lirisht ky që ka bo zullum kishte thonë, nuk e kam kuptu, kam gabu, e kam pas edhe unë një drejt për me ma fatizu që ndoshta me kalimin e kohës unë edhe tek Allah do të pendojshna edhe tek njerëzit do të kërkojshna falje. E do ta bashna një kthes në jetën time. Por këtë arsye kur njeriu thot pse Allah s'po dënon, Allahu e çon me urësi. Që në fund ku t'i vijë dënimi Allah Tebareke ve Teala, ata mos me thonë
se mua nuk më dha hapësirë Allahu Azza wa Jall për pendim. Nuk më dha Allahu Azza wa Jall hapësirë mu kthy dhe me kuptu. Nuk më dha hapësirë Allahu Azza wa Jall për vetëdisim. Për këtë arsye Allahu te bareke wa taala merret me zullumqarët në jetën e kësaj bote vetëm me urtësinë e tij dhe kalon në disa faza ashtu siç i ka përmendur në Kur'anin famëlar deri në momentin kur vjen pastaj dënimi i Allahut te bareke wa taala e pastaj njeriu nuk ka argument për vetveten e tij që mi dalë Allahu Azza wa Jall përpara dhe me arsyetu vetveten e tij se kishte pas mundësi, nëse edhe pak Allah nuk do ta dënonte, ai ndoshta do të ishte kthy, Allahu ku ta bie dënimin e din se ai për atë person nuk ka ndonjë vetëdisim që ai do të kthehet dhe ta përmirëson vetveten e tij. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall na drejtohet edhe në ajete të tjera ku na thot wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Mos e mendoni Allahun Azza wa Jall të shkujdesur ndaj zullumeve që i bojnë zullumqart. Mos e mendoni Allahun te bareke ve teala se është ngaflet. Ato bojnë zullume, ato bojnë padrejtësi njerëzve. E Allahu Azza wa Jall është i shkujdesur ndaj tyre. Ikin ato shikimit Allahut Azza wa Jall, ikin ata dijes Allahut Azza wa Jall. Kella, asnjëherë nuk ka mundësi mi ik dikush shikimit Allahut Azza wa Jall dhe dijes sa Allahu Azza wa Jall për gjendjen e tij. Mirë pa Allah te bareke ve teala thot unë punoj me urtësi. Unë punoj me urtësi derisa ta mbuloje kupën zullumqari me zullum e pastaj thot ai do të na shef neve dhe do të na takon neve, thot në momentin kur do t'ju zbardhen shikimet e tyre, do t'ju rrotullohen shikimet e tyre e pastaj do ta shohin të vërtetën, mirë po nuk ka më kthim mbrapa nga ato zullume dhe ato padrejtësi të cilat i kanë bërë në jetën e kësaj bote. Andaj vëllezër të dashur, besimtari i drejt, besimtari i cili ka frikë Allahun te bareke ve teala, besimtari i cili e din se ka mu taku një ditë me Allahun dhul Xhelal, e din se është një ditë kur do të gjykohet për veprat e tij që i ka bërë në dunjë. E din premtimin e Allahut Azza wa Jall në Kur'anin famëlar kur na tha wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Pasha Zotin tënd do Muhammed do t'ju pyes krejtve ditën e llogarisë. Amma kanu ya'malun, për krejt veprat që i keni bën në dunjë. Është betu Allahu. Kjo tregon një çfarë ta'kidi, një çfarë vërtetimi që ditën e llogarisë Allahu Azza wa Jall do me thonë do të na gjykoje për të gjitha veprat e cilat i kena bë, do të na marrë në llogari për të gjitha veprat në dunjë që i kena bë. Besimtari kur e din një betim nga ana Allah te bareke ve teala se ditën llogarisë ka mu marrë në llogari për çdo vepër që ka bë, atëherë aja merr mendja dikujt me i bën padrejtësi. Aja merr mendja dikujt me hyrë në hak. Ku e merr ai guximin dikan me dëmtu e ndoshta arma ati që i ke bo zullum, arma ati që i ke bo padrejtësi është hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allahu më mjafton mua. Allahu më mjafton mua e ajo mbrojtësi jem. E tash ti me çka do t'i dilsh Allahu Azza wa Jall përpara. Ka pas shumë prej selefit që jo që i kanë bo zullum dikujt, vetëm me ato pak mëkate që ata i kanë bo në vetvetet e tyre dhe i kanë ditë që i kanë bën, nuk i ka zonë gjumi nga friga se si do t'i dalë Allahu Azza wa Jall me këto mëkate në përpara, e paramendon njeriu tash sa neglizhent dhe sa i dobët do të mu ka në aspektin e të menduarit dhe të kuptuarit dhe të bindjes ndaj Allahut Azza wa Jall për me ditë, do me thonë për mi bën dikujt zullum edhe me mendu se unë i dalë Allahu Azza wa Jall përpara dhe arsyetohet. Besimtari do të mu konë prej atyre të cilat ka frikë Allahut dhul Xhelal, prej atyre të cilat e din se premtimi i Allahut Azza wa Jall është hak dhe e din se nëse e cenon derin e dikujt, e cenon shtëpijen e dikujt, e cenon pasurijen e dikujt dhe i ban padrejtësi atij, dije se herë do kur do ka me të kthyej ajo. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall në hadith kutsi na u drejtu duke na thënë
Ja ibni Adam, if'al ma shi't, o biri Ademit, ban çka dush në jetën e kësaj bote, i lirje, vepro çka dush, veç dije një sen, fe kema tu din tu dan, veç dije se çka ban ti në jetën e kësaj bote, ajo edhe ka me të kthy tyje. Këtë dije, e ki premtim nga Allahu Azza wa Jall. Ban mirë, dije se Allah ka me ta kthyt mirë. Mundohesh për hajër, dije se Allah Azza wa Jall ka me ta dhuruat hajër edhe ata shumë fish. Veç u mundove të kundërtën, duke u treguar i menqur, duke u treguar dredharak, i ban padrejtësi njerëzve, i ban zullum njerëzve dhe të njëjtën kohë, tregohesh i menqur për të arsyetuar padrejtësi dhe atë zullum, dije se mundesh me arsyetu para njerëzve, mirë po para Allahut Azza wa Jall të gjithë dishmit, ti vetëm se je nga njerëzit e falimentuar në dunja dhe në ahiret para Allah të bareke wa ta'ala. Elusë Allahun Gjelle Gjelaluhu, që Allah të bareke wa ta'ala të në bën prej atyre të cilët ikmi nga zullumi, ikmi nga padrejtësia ndaj njerëzve dhe afromi afër Allahut Azza wa Jall, i kryem urdhnat e Allahut të bareke wa ta'ala, bëmi prej atyre të cilët njerëzit gëzohen kur na shohin, njerëzit ndjejnë rahati kur ne jemi prezent, e jo prej atyre që ndoshta kur na shohin thot ikni pikti se ky ban zullum. Ikni pikti se njerëzit kanë hek shumë prej këtij personit, apo ndoshta ti je prezent në një mexhlis dhe thojnë keni kujdes prej këtij personit se ky nuk e ka dert hakun e njerëzve. Nuk e ka dert ai hyn hak dikujt apo jo, ai e shikon vetëm interesin e tij. Keni kujdes për shkak se dëshmitar të Allahut Azza wa Jall janë njerëzit në tokë. Ashtu siç njerëzit e drejtë dhe njerëzit e mirë ta gjykojnë një person, ashtu ai e ka vlerën tek Allahu te bareke wa taala. Nëse njerëzit e drejtë dhe të mirë e gjykojnë dikan si të padrejtë, si njerëz që u ban zullum të tjerëve, si njeri keq, njeri rand me njerëzit janë hall prej tij, dije se Allahu te bareke wa taala ashtu siç tek njerëzit e ki këtë pozicion, ashtu edhe tek Allahu dhul xhelal e ke po të njëjtin pozicion. Allahu na ruajt. Kështu që lutem Allahun Azza wa Jall që Allah te bareke wa taala të na bën të lehtë dhe të mirë me njerëzit, të na ruan nga padrejtësia dhe zullumet, na liron qafat tona nga çdo padrejtësi, nga çdo zullum, dhe nëse ndonjëri prej neve ka ra në këto mëkate, në këto padrejtësi ndaj dikujt që ne të fundit jemi njerëz, mundet dikush me bë një gabim të tillë, mirë po duhet që të kthehemi tek Allahu Azza wa Jall me pendim, dhe të kthehemi tek Allahu Azza wa Jall me tobe, dhe atij që i ke bë zullum, atij që i ke bë padrejtësi, duhet që ti kërkosh falje para se të ndodh vdekja. Para se të ndodh vdekja, për këtë arsye kanë thënë disa nga selefit, është transmetuar për Ibn Abbasin, për Sufjan Theurin, po shumë nga selefi kanë thënë thënie të tilla, thojnë më mirë për mu është mi dalë Allah te bareke wa taala përpara me 60 mëkate mes meje dhe Allahut, sesa me një gjuna apo me një padrejtësi mes meje dhe robit Allahut Azza wa Jall. Për shkak se Allah e ka mëshirën e madhe dhe 60 mëkate mi fal, e 600 mëkate mi fal, se Allah s'ka interes me mdenu. Allahu e ka mëshirën e madhe dhe Allah te bareke wa taala e lëshon mëshirën e tij dhe na fal. Mirë po robi është koprac. Robi në dunja nuk të fal. Para nuk u dish para Allahut Azza wa Jall që ai është në zor për sevape. Ai edhe sa fal edhe ma hiç. Për këtë arsye rujnu hakëve të njerëzve. Rujnu. Ma mirë mu kanë prej atyre që ju bojnë padrejtësi, se sa mu kanë prej atyre të cilët ti ju ban zullum atyre. Sepse nëse të ban padrejtësi, mbaron një ditë tjetër e kësaj dunjaje, pastaj dalmi para Allahut Azza wa Jall, e aty më është gjykimi i drejtë, i merr hakët e tua. A shumë e rëndë është kur i ke bë zullum dikujt, e pastaj një ditë dosh me vdekje me dal para Allahut Azza wa Jall, e mjerë këta persona të cilët nuk e kanë dert takimin me Allahun te bareke wa taala. Allahu na rujt, Allah shpërblet për ndëgjimin. Shpresoj që këto fjalë fillimisht të bëjnë dobi mua, pastaj edhe juve si ndëgjues. Aty ku e kemi qelluar është prej Allahut te bareke wa taala, ndërsa aty ku kemi gabuar është prej vetes tonë dhe prej shejtanit mallkuar. Allahu ju nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah të shpërblet të gjë për këtë gjërat shumë mirë.
Pa hop koha gja, po e fillojën me pyetjet e mia, mandej kthyrmi edhe në komente do një pyetje edhe të lirohemi o gja. Hiç s'ka. Veshëm ma ban me dia gja, sa të mumi kena me ndej, sa s'mumi e mujna me dalë edhe lajfe. E që rera hati, je musafiri i letë na. Allah dhe koftë. Po. Amin. Cili është fundi i ti që bën patrësi ndaj njerëzve? O gja. Ne i përmendëm o vëlla se njeriu i cili bën padrejti normale se fundet e zullumçarëve janë të ndryshme. Fundet e zullumçarëve janë të ndryshme. Për shembull, Firauni ka qenë zullumçar, fundi i tij dihet se si ka ardhur. Ebu Gjehli ka qenë zullumçar, fundi i tij e din se si ka ardhur. Dhe shumë prej zullumçarëve, për shembull, që kanë qenë në kohën e mëhershme, në vazhdimsi, në histori, fundi i tyre e mirë është se nuk ju vje mirë. Fundi i tyre ju vje si dënim nga ana Allah te bareke ve taala. Ashtu që përmendë unë edhe ajetin, Allah azza wa jall kur përmendi wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Tha mos u mendojni mua të shkujdesur apo gaflet ndaj zullumçarëve. Tha dini se unë jam duke i prit deri në momentin kur atyre do t'ju rrotullohen syt. Ka thot dietarët islam, zullumçarët momentin e dhënies shpirtit e kanë tront, jetën barzakh e kanë prej jetëve ndër më të rëndat dhe gjithashtu ditën llogaria si pret zjarri i xhenemit. Allahu na ruaj ya rabbel alamin. A ka dënim më të mëdhej se kjo? Allahu na ruaj ya rabb. Allahu na ruaj. Amin. Allahi të shpërblet gja. Wa aleikum salam rahmetullahi wa barakatuh. Për të që si po japni selam. Shkojna me pyetjen e ditë o gja. O gja, si ndikon zullumin e shoqëri sipas islamit? Si ndikon? Edhe njëherë se së ndëgjova mirë? Si ndikon zullumin e shoqëri sipas islamit? Si ndikon? Po, patjetër, shiko, habibi, zullumçari normale se sidomos sot njerëzit vetë mashtrohen, subhanallah, kur në mesin e një shoqërie gjindën zullumçar, edhe sot është për fat keq se zullumçarët në mesin e shoqënive e kanë statusin më të lartë. E kanë respektohen dhe nderohen më shumëti. A u kupton? Janë këta njerëz të